Horoskopi ditor 3 dhjetor 2025. Dashi, sot, Dashi ka nevojë për qetësi dhe stabilitet. Energjia jote është më e mbledhur se zakonisht, mendja më praktike, dhe kjo të ndihmon të merresh me gjërat që kërkojnë përqendrim. Më vonë gjatë ditës bëhesh më i hapur me njerëzit, por deri atëherë, pak kujdes për veten të jep forcë dhe vetbesim. Ndërkohë, Venusi ka hyrë në zonën tënde të aventurës dhe do të qëndrojë aty deri më 24. Kjo periudhë të shtyn drejt eksperiencave të reja, udhëtimeve, mësimeve, njohjeve të freskëta. Mund të lindin emocione të forta, motivim, madje edhe dashuri e lidhur me mësimin, internetin ose ndonjë aktivitet të ri. Je më i hapur në shprehjen e ndjenjave dhe më optimist. Kjo të jep shtysë të zgjerosh horizontet dhe të bësh hapa që të afrojnë me atë që do, ti e ndjen qartë, je duke krijuar fatin tënd me duart e tua. Dhe kjo të jep një siguri të heshtur, por të Demi, sot energjit të shtyn të ndërtosh themele të forta, gjëra që nuk prishen lehtë dhe që të shërbejnë për vite. Hëna qëndron në shenjën tënde për pjesën më të madhe të ditës dhe kjo ta sjell emocionin më natyral, më të qetë, më të vendosur. Ndihesh më i lidhur me veten dhe ke dëshirë të shprehësh atë që ndjen. Kjo është periudha mujore ku emocionet e tua kërkojnë dalje dhe shprehja të lehtëson shpirtin. Më vonë hëna lëviz të fusha e resurseve të tua dhe ti kthehesh më shumë drejt rehatisë, sigurisë dhe gjërave që të japin stabilitet. Fillon të kërkosh qetësinë e shtëpisë, kënaqësinë e gjërave të thjeshta dhe një ritëm më të ulët. Ndërkohë Venusi ka hyrë në sektorin e thellë të jetës tënde, të sfera e ndjenjave të fshehura, intime, financave të përbashkëta dhe lidhjeve që kërkojnë besim. Deri më 24, kjo është periudha kur ti shikon brenda vetes pa frikë. Je më i matur me paratë, më i vëmendshëm me ndjenjat, më strategjik se sa impulsiv. Gjërat i mendon 2 herë, i vlerëson, i peshon me kujdes, mund të ketë qartësime intime, biseda të sinqerta që forcojnë marrëdhëniet. Mund të marrësh mbështetje nga një person i rëndësishëm, apo të zgjidhësh një çështje financiare që ka kohë pezull. Edhe në dashuri, energjia thellohet, nuk të mjafton sipërfaqja, kërkon thelb. Kërkon vërtetësi, është kohë e mirë për të çliruar nga peshat dhe për të krijuar një stabilitet të ri, më të shëndetshëm, brenda dhe jashtë teje. Binjakët, sot e ndjen qartë se vendosja e disa strukturave bazë në jetën tënde të bën mirë. Disiplina e vogël, rregulli, organizimi, këto të japin mbështetje dhe të qetësojnë mendjen. Njerëzit të shohin si më të përgjegjshëm dhe më të besueshëm, dhe kjo i afron ata drejt teje. Megjithatë, e ndjen edhe nevojën për pak tërheqje, për pak qetësi emocionale, për të marrë frymë thellë dhe për të rikarikuar. Dhe ky ritëm i brendshëm të shpërblen më vonë gjatë ditës, kur hëna hyn në shenjën tënde. Energjia kthehet, fjala të rrjedh më lehtë, komunikimi ngrihet dhe të rikthehet dëshira për lëvizje, biseda, shkëmbim idesh. Një tjetër lëvizje e rëndësishme është Venusi, i cili ka hyrë në fushën e partneriteteve të tua. Deri më 24, marrëdhëniet marrin një pamje më të ndritshme. Ti shikon të tjetri anën e bukur, anën që shpesh i kalon pa vëmendje. Forcohen lidhjet ekzistuese dhe nëse je vetëm, hapet një dritare për njohje të reja më të balancuara. Kjo periudhë sjell harmoni dhe një prirje për të rregulluar çekuilibrat e jetës, më pak tension, më shumë mirëkuptim. Mund të kesh edhe shtim të gjërave të bukura rreth teje, sendet estetike, detajet që të gëzojnë syt, kujdesi për ambientin, je më i gatshëm të bësh kompromise të mençura. Vlerëson shoqërinë më shumë se zakonisht dhe e kupton se lidhjet qoftë dashuri. Gaforia, sot energjit të ndihmojnë të ndërthurësh lidhjet me të tjerët dhe të shprehësh veten pa maska. Ke vetë kontroll, disiplinë dhe një forcë të brendshme që të shtyn të ecësh drejt objektivave pa u shpërqendruar. Është ditë ku mund të bësh përparime të qarta, sepse vepron me maturi dhe strategji. Më vonë gjatë ditës, hëna kalon në zonën tënde të privatësisë. Fillon të tërhiqesh pak, të mbyllesh për pak, të qetësosh mendjen dhe të pastrosh ngarkesat emocionale.
kërkon paqe, reflektim, pushim shpirtëror, dhe kjo të ndihmon të vendosësh rregull brenda vetes, ndërkohë Venusi qëndron në shtëpinë tënde të 6 deri më 24. Kjo sjell mundësi sociale përmes punës, rutinave të përditshme, apo përpjekjeve që lidhen me shëndetin. Mund të njohësh njerëz të rinj aty ku nuk e pret, në punë, gjatë aktiviteteve të përditshme, në ndonjë hap që po ndërmerr për mirëqenien tënde. Ka një hijeshi të fshehtë në gjërat e vogla të ditës, periudha në vijim shpërblen organizimin, pastrimin, listat, rregullin e shtëpisë, vëmendjen ndaj ushqimit, ndjekjen e rutinave. Edhe marrëdhëniet përfitojnë nga kujdesi ndaj detajeve, nga gjestet e vogla, nga ndihma praktike, nga vëmendja që tregon pa shumë fjalë. Kjo është një kohë ku jeta të shpërblen për përkushtimin ndaj bazave, shëndetit, punës, rregullit dhe qetësisë. Dhe pikërisht aty, në këto gjëra të thjeshta, ti rritesh. Luani, sot mendja jote është më praktike dhe më e kthjellët se zakonisht. Je i fokusuar të qëllimet afatgjata, prioritetet dhe ato projekte që kanë peshë reale në jetën tënde. Nuk shpërqendrohesh lehtë. Durimi dhe këmbëngulja ta fitojnë ditën, çdo gjë e bën me maturi dhe me një sy te rezultati final, por nga ana tjetër, Venusi ka hyrë në zonën tënde të kënaqësisë dhe gëzimit, dhe deri më 24 të ndes një dritë të bukur në jetën tënde. Kjo periudhë të shtyn drejt gjërave që të çlirojnë, romanca, krijimtaria, fëmijët, argëtimi, loja, pasionet. Është një nga fazat më të mira të vitit për magnetizëm personal, lidhje, flirt dhe shprehje artistike. Shikon botën me më shumë butësi, optimizëm dhe gëzim. Gjërat që të pëlqejnë, një hobi, një projekt artistik, një takim, një bisedë që ndes fantazinë, të japin energji. Je më i hapur, më i gjallë, më karizmatik. Njerëzit të tërhiqen pa shumë mundim, dhe kur kombinohet prakticiteti i ditës me dritën që sjell Venusi, krijohet një ekuilibër i fortë. Punon me kokë, por jeton me zemër. Kjo është ajo që të çon përpara. Birgjëresha, sot është ditë e mirë për aktivitete të strukturuara, me rregull dhe ritëm të qartë. Mund të mësosh diçka të rëndësishme rreth bindjeve ose mënyrës së të menduarit të një personi të afërt, gjë që të ndihmon të kuptoheni më mirë. Po të flasësh hapur me partnerin apo me një mik të ngushtë, mund të fitosh qartësi emocionale që ndoshta të ka munguar, po ashtu, mund të zgjidhësh një çështje të së kaluarës ose të mbyllësh një kapitull që të ka mbajtur pezull. Ka një lehtësim të heshtur që vjen kur lëshon diçka që s'të shërben më. Dëshira për të zgjeruar horizontet mendore është e fortë, kërkon dije, kuptim dhe perspektivë. Ndërkohë, Venusi ka hyrë në shtëpinë tënde të 4, fushën e familjes, rrënjeve dhe ndjenjave të brendshme. Deri më 24, kjo energji të jep një ndjenjë sigurie, të nxit të investosh te vetja dhe te ambienti yt. Je më mbrojtës ndaj njerëzve që do, por edhe më i kujdesshëm me zemrën tënde. Në dashuri je pak më i rezervuar, më selektiv, më i matur. Edhe me parat je më kursimtar dhe më strategjik, por pikërisht ky kujdes sjell përmirësime. Marrëdhëniet me familjarët, me njerëzit që jetojnë me ty, ose me ata që ke shumë afër, mund të thellohen dhe qetësohen. Të pëlqejnë aktivitetet e qeta, intimiteti i shtëpisë, rregullimi i hapësirës ku jeton. Kjo periudhë të mëson se forca shpesh qëndron te gjërat e heshtura, strehimi. Peshorja, sot mund të marrësh mbështetje nga puna, ose thjesht rutina dhe detyrat e ditës të duken më të lehta, më të përfshira dhe më shpërblyese. Objektivat e tua të punës apo të shëndetit ecin mirë dhe të jep kënaqësi fakti që po i kushton energji gjërave që kanë vërtet rëndësi. Ka një qetësi të ëmbël te momentet intime dhe te zbulimet e vogla që të afron dita, më vonë hapesh më shumë, bëhesh më komunikues dhe më social. Energjia lëviz dhe ti rikthehesh në elementin tënd, ndërveprimi i natyrshëm me të tjerët. Ndërkohë, Venusi ka hyrë në shtëpinë të 3 të horoskopit tënd, dhe deri më 24 sjell lajme të mira, komunikim të butë dhe marrëdhënie më të ngrohta me të afërmit. Vëllezërit e motrat, komshinjt, shokët e klasës apo njerëzit që takon shpesh.
Mendja jote bëhet më pozitive, më e hapur, më gati për të parë anën e lehtë të gjërave. Në komunikim fiton hijeshi, bindje dhe aftësi natyrale për të krijuar harmoni. Këto javë janë të favorshme për mësim, lexim, shkëmbim idesh, prezantime dhe çdo gjë që kërkon fjalën tënde. Në dashuri, lidhjet ku mendja dhe biseda funksionojnë mirë, marrin përparësi. Përputhshmëria mendore bëhet thelbësore. Në përgjithësi, kjo periudhë të çliron, të zbut dhe të ndihmon të lidhesh më natyrshëm me botën përreth. Akrepi, sot po e sheh një situatë nga ana tjetër dhe kjo të ndihmon të gjesh ekuilibër. Disa plane mund të ndalen për pak, sepse ritmi yt lidhet me oraret dhe nevojat e të tjerëve. Por marrëdhëniet janë të qëndrueshme, të këndshme dhe të japin një lloj qetësie që e ndjen menjëherë. Edhe kur dikush të sfidon pak, ajo sfidë të forcon, të ngre, të bën më të qartë në mendim dhe më të vendosur në qëndrime. Ndërkohë, Venusi ka hyrë në shtëpinë tënde të dytë, sektorin e sigurisë dhe vlerave. Deri më 24, dëshira jote për stabilitet, rehati dhe komoditet udhëheq çdo zgjedhje. Kjo reflektohet në shije, stil, vendime financiare dhe mënyrën se si shpreh ndjenjat. Je më i lidhur me atë që ke dhe e vlerëson më shumë. Ka kënaqësi të gjërat e thjeshta, të ndërtimi, të mbledhja, të ruajtja, të gjërat që kanë peshë dhe vlerë të vërtetë. Në këtë periudhë orientohesh drejt forcimit të bazave, sigurisë financiare, të ardhurave, vlerave personale dhe investimeve të vogla, por të mençura. Je më i qetë, më i vendosur dhe më i kujdesshëm. Dhe pikërisht kjo periudhë të ndihmon të ndërtosh diçka të qëndrueshme, që stundet lehtë. Shigjetari, sot je i fokusuar te zgjidhja e problemeve, pastrimi, sistemimi dhe detyrat praktike. Detajet të bien në sy dhe kjo është aset i madh për ty. Ka një kënaqësi të qetë në faktin që sot po vepron me përgjegjësi dhe po i vë përkohësisht mënjan dëshirat personale për të rregulluar gjërat që kërkojnë vëmendje. Ndërkohë, Venusi ka hyrë në shenjën tënde dhe deri më 24 të hap një dritare të madhe ngrohtësie. Bëhesh më shprehës, më i sigurt, më i qartë me ndjenjat. Njerëzit të pëlqejnë më shumë natyrshëm, sepse karakteri yt del më i pastër, më i çliret. Atmosfera që jep është harmonike dhe tërheqëse, dhe si pasojë edhe energjia që kthehet nga të tjerët është pozitive. Këto javë mund të marrësh qartësi mbi ato që ndjen, mbi marrëdhëniet, mbi vetveten. Je në një periudhë ku rrezaton dritë dhe tërheq vëmendje të mirë. Edhe miqësitë forcohen dhe populariteti yt rritet natyrshëm. E gjithë kjo të jep një ndjesi më të fortë vetpranimi dhe rehatimi në lëkurën tënde. Britsjapi, sot energjitë ju nxisin të shijoni komunikimin ose të studioni diçka të re. Mund të paraqitet dikush me një çështje të ndërlikuar dhe të kërkojë këshillën tuaj. Ju jeni të aftë të tregoni mbështetje përmes fjalëve të dobishme, pa gjykuar, dhe kjo ju jep një imazh të besueshëm. Dita ka një ton serioz, por në të njëjtën kohë të këndshëm, duke ju lejuar të ndiheni të qetë dhe të organizuar. Një dozë e vogël parashikueshmërie mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet për të marrë vendime të mira sot. Venusi ka hyrë së fundmi në shtëpinë tuaj të 12 dhe deri më 24 të dhjetor. Ky është një moment ideal për të reflektuar mbi të kaluarën para se të ecni përpara. Ju jeni më të lidhur me ndjeshmërinë dhe më të vetëdijshëm për nevojat e të tjerëve, gjë që mund t'ju tërheqë drejt personave që kërkojnë ndihmë. Përfitimet mund të vijnë përmes përpjekjeve pas skenave, punës së heshtur ose ndihmës së dhënë fshehtas. Në këto ditë është koha e duhur për të fokusuar në detaje, për të planifikuar me kujdes dhe për të ndihmuar të tjerët me durim dhe respekt. Marrëdhëniet që ndërtoni tani, edhe pse jo gjithmonë të dukshme, mund të kenë ndikim afatgjatë dhe të sjellin stabilitet në planin personal. Ky është një cikël i favorshëm për të pastruar mendimet, për të rifituar energji dhe për të krijuar një bazë të fortë për të ardhmen. Ndërkohë, durimi dhe vëmendja ndaj detajeve do t'ju ndihmojnë të kapni mundësi që shpesh kalojnë pa u vënë re. Në fjalë të thjeshta, sot është një ditë reflektimi, organizimi dhe mbështetje për të tjerët. Ujori, sot një fokus praktik duket i përshtatshëm për ju, i dashur ujor.
Do të ndiheni më të aftë të përballoni detajet dhe punët e përditshme, duke e bërë këtë një ditë të mirë për të përqendruar energjinë në detyrat që kërkojnë përkushtim dhe qartësi mendore. Në të njëjtën kohë, ndiheni të tërhequr nga aktivitetet të njohura dhe të rehatshme, dhe pikërisht ato mund t'ju japin qetësinë që ju nevojitet tani. Venusi po lëviz së fundmi në harmoni me shenjën tuaj, dhe deri më 24 dhjetor. Miqt mund të sjellin më shumë kënaqësi në jetën tuaj, ndoshta sepse janë më të hapur ose më të gatshëm për ju. Në një nivel tjetër, mund të gjeni kënaqësi në krijimin e planeve të reja, ideve dhe qëllimeve për aktivitete të lumtura dhe të plotësuara. Kjo është një periudhë e mirë për të krijuar lidhje, për të eksperimentuar dhe eksploruar, pasi do të mësoni më shumë rreth shijeve dhe nevojave tuaja. Marrëdhënia juaj me kënaqësinë, gëzimin dhe miqësinë bëhet më e shëndetshme tani dhe në javët në vijim. Në fjalë të thjeshta, sot është një ditë për të punuar me mendje të qartë, për të shijuar momente rehatësie dhe për të forcuar lidhjet dhe kënaqësitë që ju bëjnë të lumtur. Peshqit, sot, të dashur peshq, jeni të tërhequr drejt të mësuarit të gjërave praktike dhe të dobishme. Është një ditë e mirë për të gjetur ekuilibrin mes ndihmës ndaj të tjerëve dhe ndjekjes së interesave tuaja personale. Këshillat dhe reagimet që merrni mund t'ju motivojnë dhe t'ju japin energji për të vepruar. Venusi ka hyrë së fundmi në shtëpinë tuaj të 10 dhe deri më 24 dhjetor do të ketë një ndjesi harmonike dhe bashkëpunuese rreth jush, duke e bërë më të natyrshme ndjekjen e qëllimeve dhe planeve tuaja. Mund të lindin mundësi sociale përmes kontakteve profesionale ose biznesi në javët e ardhshme. Ky është gjithashtu një cikël kur ju projektoni një imazh më të ngrohtë dhe energji më tërheqëse ndaj botës. Përgjithsisht, reagimet që merrni janë pozitive dhe po tërhiqni situata që ju vendosin në një dritë të mirë. Në fjalë të thjeshta, sot është një ditë për të mësuar, për të bashkëpunuar dhe për të shfaqur anën tuaj më tërheqëse, duke krijuar mundësi që ju shërbejnë afatgjallë.